Ju treguam deri në këto momente disa nga rrugët e ndërtuara gjatë 2 mandateve të fundit të Edi Ramës në qarkun e Vlorës, Beratit dhe Gjirokastrës, ku investimi në vetëm segmentet e shëmbura ka kushtuar mbi 130 milion euro. Ju treguam gjithashtu se këto rrugë janë ndërtuar nga kompanitë e preferuara të Ramës dhe Ballukut, ndërsa janë avulluar qindra miliona euro. Sot këto akse rrezikojnë t'i marrin jetën qytetarëve. Në vijim, do të zhvendosemi në veri të Shqipërisë, në qarkun e Dibrës, ku Balluku ka qenë ish drejtuese politike e PS-s dhe në qarqe të tjera të rajonit verior, ku rrugët e Florinta po shëmben çdo ditë, ndërsa kostoja e tyre është më shumë se 400 milion euro. Këto janë pamjet që tregojnë dëmtimin e skarpatave në rrugën e Arbërit. Kjo e fundit u ka kushtuar xhepave të qytetarëve më shumë se 370 milion euro dhe pritet që kostot të ngrihen. Shëmbja e skarpatave në rrugën e Arbërit ka ndodhur në segmentin nga shkalla e Tujanit deri në afërsitë të tunelit të Murrizit dhe vetëm për këtë segment, me objekt të qartë mbrojtjen e skarpatave të maleve, qeveria shqiptare ka investuar më shumë se 13 milion euro. Në vitin 22, ARSH shpalli një tender me vlerë 13.3 milion euro, i cili kishte si objekt sistemimin dhe rivitalizimin e skarpatave në shkallën e Tujanit. Tenderi u fitua nga bashkimi IA Ante Group, Ferrobeton en Konstruksion, Bilgin Tautin Sat, ndërsa u klasifikua me flamur të kuq për shkak të skualifikimit të ofertës më të ulët ekonomike. Afati i punimeve për mbrojtjen e skarpatave ishte 18 muaj, por në 29 shkurt 24, në afërsitë të shkallës së Tujanit, një masiv i madh shkëmbor u shkëput nga mali, duke bllokuar totalisht rrugën, ndërsa shëmbjet aktuale rrezikojnë të bëjnë të njëjtën gjë. Jo vetëm skarpatet e malit, por edhe vetë tuneli i Murrizit duket se është në rrezik. Në rrjetet sociale, por edhe deputetja e PD Denis Avata kanë publikuar pamje që tregojnë se në tunelin e Murrizit futet ujë me sasi të mëdha, duke vënë në pikpyetje sigurinë e tij. Më 8 janar të këtij viti, unaza e sapo ndërtuar e burrelit u shëmb. Siç fshihet nga pamjet, rruga ka pësuar një fundosje të madhe me rreth 1 metër, duke e bërë këtë segment me gjatësi prej 1.4 kilometrash të pakalueshëm për automjetet. Unaza e burrelit duket se është një tjetër histori korrupsioni me ndërtimin e rrugëve. Së paku, kështu kuptohet nga vetë institucionet. Në vitin 2020, me një shkres, ish kryebashkiaku i Matit, Agron Malaj, i kërkon ARSH që një segment prej 1.4 kilometra të unazës së qytetit ta përfshijë në akset kombëtare dhe përrjedhoi ky segment të tenderohet dhe rikonstruktohet nga fondet e buxhetit të shtetit. Në janar 25, vetëm pak muaj nga nisja e fushatës për zgjedhjet e majit, ku Agron Malaj la bashkinë për të bërë deputet, e përdori këtë segment si asfalt elektoral për qytetarët e Matit. ARSH shpalli tenderin për ndërtimin e rrugës në dhjetor 24, ndërsa fituesi u shpall në 6 janar. Në garë morën pjesë 5 kompani, por në fund fituese u shpall një nga të preferuarat e Agron Malajt, Ulza SHPK. Ky tender u klasifikua me flamur të kuq për skualifikimin e të gjithë operatorëve të tjerë dhe mbi të gjitha për skualifikimin e ofertës me vlerë më të ulët ekonomike. Fondi limit i tenderit ishte 1.2 milion euro, ndërsa Ulza e fitoi këtë tender me rreth 1.3. Sipas një shkrese zyrtare të publikuar nga deputetja e Partisë Demokratike Denis Avata, rezulton se projekti për rrugën është bërë nga Bashkia Mat. Kjo vërtetohet edhe nga dokumentat e tenderit të publikuara në Open Data. Sipas shkresës së ARSH, rezulton se në projektin që Agron Malaj ka bërë, nuk është parashikuar rrëshqitje e tokës ndaj dhe nuk ka marrë masa inxhinierike për trajtimin e tyre. Ndaj mjafton vetëm kaq që prokuroria të nisë hetimet mbi studimin e projektit që mban firmën e Arabel Studio. Një tjetër rrugë me asfalt elektoral që duket se i ka shërbyer ekskluzivisht Agron Malajt për vota në zgjedhjet e 11 majit, është ajo që lidh fshatin Burgajet me fshatin Macukull, me gjatësi rreth 8.7 kilometra. Kjo rrugë, sipas një përgjigje të Fondit Shqiptar të Zhvillimit për emisionin Plug, u rikonstruktua gjithashtu gjatë muajve të parë të vitit 25, ndërsa punimet përfunduan në prill, vetëm pak javë para zgjedhjeve të 11 majit. Rruga u ndërtua nga kompania Bami SHPK me mbikëqyrës punimesh THC SHPK dhe Arabel Studio, e cila më herët kishte projektuar segmentin e shëmbur të unazës së burrelit. Sipas FSHZ, objekti është në periudhë garancie për një periudhë 40 mujore, gjatë së cilës si përmarrësi i punimeve mban përgjegjësi për riparimin e defekteve që mund t'i japin punimet e kryera. Por edhe kjo rrugë u shëmb vetëm pak javë më parë, duke rrezikuar izolimin e banorëve të 3 fshatrave.
Në rrjetet sociale janë publikuar së fundmi edhe pamje që tregojnë shëmbje në pjesë të aksit rrugor Lur-Peshkopi. Rruga u rikonstruktua vetëm një vit më parë me financim të Fondit Shqiptar të Zhvillimit në kuadër të një fondi prej 40 milion eurosh që Bashkimi Evropian ka vënë në dispozicion të qeverisë shqiptare për investimet në infrastrukturë në zona turistike. Siç shihet nga pamjet e publikuara në rrjetet sociale, shtresat asfaltike të rrugës janë si tapeti holl, ndërsa segmenti nuk ka asnjë përforcim në skarpata apo muret mbajtëse të rrugës. Rruga panoramike Shëngjin-Velipoj u inaugurua gjithashtu nga kryeministri Edi Rama gjatë fushatës elektorale të vitit 25. Ai e cilësoi këtë rrugë si segment që do të jepte hovë zhvillimit të turizmit, por në 8 dhjetor, edhe në këtë rrugë në një gjatësi prej 50 metrash, ka pasur rrëshqitje të trupit të rrugës, ndërsa aksi është bllokuar dhe lëvizja e mjeteve bëhet vetëm në një korsi për arsye sigurie. Rruga Shëngjin-Velipoj nisi të ndërtohej disa vite më parë me një kredi nga Bergh. Firma që ndërtoi aksin është kompania Gener 2, ndërsa janë mbikëqyrur nga JV Pace dhe Erald G SHPK. Shëmbja e rrugës ka ndodhur pikërisht në fshatin Baks Rjoll, aty ku banorët prej javësh protestojnë kundër ndërtimit të një resorti turistik, pikërisht nga kompania që mori 15 milion euro për ta ndërtuar këtë rrugë. Rrugët që përmendëm më sipër, në qarkun Dibër dhe Shkodër, kanë kushtuar më shumë se 400 milion euro. Dhe shumica prej tyre kanë vetëm pak muaj që janë inauguruar zyrtarisht. Por këtë rrugë, edhe pse kanë kosto marramëndse, nuk kanë mundur të rezistojnë as periudhës së garancisë së punimeve, duke dëshmuar se shëmbjet në të ardhmen mund të jenë edhe më të rënda. Në total janë mbi 1.1 miliard euro investime në të gjitha rrugët që trajtuam sot në emision. Dhe përbashkët e shumicës dërmuese të tyre nuk janë vetëm shëmbjet. Por këtë rrugë janë ndërtuar gjatë kohës që Belinda Balluku drejton Ministrinë e Infrastrukturës, ndërsa kompanitë që i kanë ndërtuar janë po ato, shumë prej të cilave përmenden në dosjen e Ballukut dhe gjithashtu në këto momente janë duke u hetuar.